Miq Prizmos, sot desha t'jap një opinion timin mbi turin elektoral të një dite të plot, të mbushur me aktivitetet të Edi Ramës, sigurisht edhe Benet Becit, në Shkodër. Filluar te rruga Shëngjin Velipoj, sigurisht një nga ato akse kryesore që japin zhvillim turistik të jashtëzakonshëm Shkodrës e Lezës njëkohësisht, takuar me biznesin, duke sigurisht premtuar, por njëkohësisht edhe rregulluar marrëdhëniet në mënyrë të qartë e të paqme me këtë pjesë të rëndësishme të një elektorati i cili sigurisht ka nevojë për ndihmë, sepse është biznesi ai që çon përpara zhvillimin. Premtimi për shikimin mos bëhet nesër një muze i madh e famshmja bashkie e mrekullueshme e Shkodrës. Për atë qendër logjistike, zhvillimi, biznesi, teknologjie, cila mund të bëhet edhe duhet bëhet Radio Shkodra, e cila sigurisht ka që mas ndërtimit të saj që nuk ka asnjë vlerë më, asnjë lloj vlere më për atë që punon. Ka qenë radio, ka zënë 2-3 element, është televizion, 2-3 element tjerë, e gjitha e hapësirë nuk është shfrytzuar kurrë, ka mbetur bosh. Njëkohësisht ke shkolla 7 nënori, 8 nënori, e famshmja shkollë, e cila duhet bërë shembull e ndërtimit. Takimi me gratë, e shumë takime tjera të cilat sigurisht duan të thonë brenda një dite, jo vetëm thjesht premtime, por duke matur edhe pulsin, duke pasur parasysh edhe këtë Shkodër që është sot. E bëjmë vizitën e Ramës, shoqëruar nga Benet Beci, atë hipotekë të jashtëzakonshme të një fitore e cila sigurisht ka të bëjë me ballavaqimin me dikurshme. Të jemi të qartë, kemi 2 filozofi të ndryshme, jo vetëm politike, po dhe filozofike. Njëra është të investosh, të shërbesh dhe të punosh, tjetra ka qenë të bësh politik, të bësh luftë klasash moderne dhe sigurisht pasaj të bësh vetëm një parazitizëm të jashtëzakonshëm, të fjalëve boshe, pa bërë asnjëherë punë. Ata kanë edhe njerëz të cilët s'kan prekur, nuk i kanë thënë njëherë puna marr kërkuj, sepse s'kan punuar kurrë, por ky është diskurs tjetër. Pse them unë që është një hipotekë e mrekullueshme kjo e Ramës, e sidomos e Benet Becit në Shkodër. Se Shkodra nuk ka parë kurrë asnjëherë veprime të tilla. Nuk ka pasur investime të tilla kurrë. Justifikimet nuk na i dhanë socialistat, imagjino ti kthehesh atij që bën, që ti s'mi ke dhënë mua. Ty japësh këtyre dembelve që as plane, as projekte nuk kanë ndërtuar asnjëherë në jetën e tyre. Kurrën e kurrës janë marrë vetëm me intrigë politike, si kundër janë edhe sot, është luash mend. Imagjino kur thot njëri prej tyre kanë bërë 50 projekte. Ai nuk di se ç'është fjala projekt, nuk di. Po ti japësh një laps edhe një letër, nuk të bën një projekt. Nuk ka një mendim që ta hedhin letër, edhe në mënyrë banale. Edhe thot ne kemi projektet tona, po realizojmë projektet tona. Këta me pas projekte. Gjithfar majmunësh që kishin mbledhur aty, bile kur kanë bërë edhe një si projekt madh të urbanitetit të Shkodër, që është një marrëzin veti, për fat të keq u ka vënë firmën për t'u bërë qefin edhe Edi Rama. Projekti i tyre është një nga më hajvanleqet, më gomarleqet e zhvillimit të Shkodrës. Pa pasur parasysh as Shkodrën, bie fjala të projektuar në shekullin 21, pa pas parasysh as mendimin e kualifikuar, atë që realisht kërkon një Shkodër të mirë. Këta të bëjnë projekte. Këta të marrin paret e t'i përdorin, t'i hedhin. Këta kishin lënë tombino të gjitha të bllokuara, gjithë kanalizimet e bllokuara. Qyteti dukesh i vjetruar, edhe pse ishin ndërtuar prej 20 vjetësh, apartamentës edhe 10 vjetësh. Rrugët e shkatëruara të gjitha, dritat ishin ato të kuqit e shëmtuara, 3 të fikuna, 2 të nezura edhe 5 shtylla që mungonin. Asgjë për turizmin, asgjë më nothing fare, nuk bën një rrugë, nuk çon një rrugë deri në Bog, një rrugë deri në Qafthore. I çoi tjera kush? I çoi kjo majorancë që është, i ky kryeministër që është. Ose deri në Theth.
Bëjnë fjalë për rrugët e Thetit edhe për bregun e Lumit, na bën kështu e na bën vetëm fjalë, vetëm intrig, vetëm marrëzira religionare me një inat të jashtëzakonshëm edhe marrëzira lagjes. Lagjes vogla nga i kaq që nuk votojnë as veten e vet. Kur merr listat edhe shikon kë kanë votuar, as veten e vet janë dy lagje që nuk e votojnë. Nuk votojnë njerëzit e tyre. Dhe duan të bëjnë, po për fat keq, edhe nga magjoranta janë dëgjuar shumë zëra të tillë. Për fat keq, sot ka mbaruar kjo punë. Sot kemi një realitet tjetër. Realiteti i sotëm është që nuk merret me këtë punë. Unë po e përmendi vetëm që t'ju kujtohen pak marrëzirat e tyre. Mbushjet e administratës me dembelhane, njerëz që dilin vetëm me tigje e duar trokistin. Njerëz që bëjnë si idiot mas idiotëve të jashtëzakonshëm, që sigurisht pasaj lidhen deri në kupolë të madhe me një nga kryeveprat e idiotësisë politike në Shqipëri që është Sali Berisha. Dhe kanë mbetur po aty në atë nivel. Kurse Shkodra është ndryshe sot. Shkodra është shtrimi të rrugëve. Jo vetëm qytet, por edhe në për fshatra, në për lagje, të kapotave, çdo pallati që është bërë në mënyrë të tillë janë shtuar minimumi 10.000, 20.000 euro vlerë. E dritave LED të bardha, e rrafshimit të një uzurpimi të çmendur të lulishteve dhe pjesës më të bukur të Shkodrës, projekteve madhështore për të bërë aty. Jo të asaj Shqipëri e madhështore e cila shkon në grop, po të projekteve madhështore që janë me lapse me letur të aprovuara dhe të paraqitura para publikut, që i thoshin 3D kësaj, 3D asaj, 3D asaj. Ato realizoju tash e mbyllin gojën dhe kur e hapin gojën e hapin për faqe të zeze, janë keqan. Urrejnë çdo gjë që ndodh për mirë për Shkodrën. Shkodra ka hipotek të punë. Shkodra ka hipotek atë rrugën që i vjen deri në Velipoj. Shkodra i ka hipotek politike të gjithë kapotat që po i bëhet. Shkodra i ka rrugët, rregullimet e lagjeve brenda për brenda hipotek politike. I ka me Benet Becin, dihet ajo punë. Është e qartë. Në këtu nuk ka nevojë të jesh as socialist as demokrat. Këtu ka nevojë të jesh shkodran. Kur je shkodran, hipotekon mendimin se kush punojnë dhe kush bëjnë fjalë. Kush merren me punë, kush merret me politikë. Kush merret me punë, me shërbime, me investime dhe kush merret me intrigë politike dhe marrëzira politike. Idiotizma politike që nga trit që janë agresiv në idiotizmin e tyre për të dukur o demaskuar edhe vetveten në marrëzinë këndjekin dhe kujt i besojnë politikën e tyre, dhe atë vjetërve që tash i ka mbirë dhe inati, sepse shumë prej tyre janë, megjithëse janë kontribuentë, janë përjashtuar. Shkodra ka hipotek akset qendrore të saj. Çdo gjë e ka hipotek në mënyrë të tillë, shërbimet që bëjnë, pastrimet që bëhet, lyerjet, vizimet, i ka të gjitha hipotek. I ka shërbime që i bëhen. E që sigurisht do të bëhen akoma më tepër. Si ka mundësi Shkodra të kthehet mrapa e të merret me tillë budallë, me tillë njerëz të një kopshti zoologjik që sigurisht pastaj do parë mirë e do të kryej një projekt, por nuk është koha tash se si të funksionojë si kopsht zoologjik. Tan planet manke, nuk e kam gabim që ja them këtë punë. Manke planet janë. Sigurisht janë në një dimension tjetër, në një flusk të tyre, që sigurisht ajo flusk ka brenda për brenda dembelizmin, parazitin e kopshëm të mos bërjes asnjë pune, po vetëm fjalëve, dhe njëkohësisht militantit më surbull, më idiot që ka parë ndonjëherë historia e këtij vendi. Të një 30 vjeçari që me antikomunizmin e tyre mbollën rrufjan lekun, trashëgimnin në zyra të vetëm majmunëve ignorant, të antikomunizmit që shpalli luftën e re të klasave në Shkodër. Shkodra sot ka hipotek punën. Bashkinë që punon, që mund të ndreqet akoma më mirë, të rezervimit për popullin e saj, për shoqërinë e saj, të një koncepti të shërbimit, të kthimit Shkodrës në një vend që jetohet më mirë. Ka hipotek ardhen e turistave, ka hipotek Thethin që lulëzon, Velipojnë që pastrohet më mirë edhe lulëzon, punën që bëhet për turizmin, e ka hipotek. Dhe mbas kësaj hipoteke ka Benet Becin e sigurisht edhe Edi Ramën. Unë nuk do të bëj politikë. Dhe nuk kam dëshirë fare të votoj politikisht. Unë dua të votoj
në atë që konsiderohet pjesë e punës e një gjenerate e cila politikën e shef nëpërmjet punës si bën. Dhe jo fjalëve, dembellekut të tyre, marrëzisë së intrigës, rrufjanllekut të tyre në trashëgimi politike të shëmtuar. Shkodra tashmë nuk ka hipotekë socialiste dhe demokrate. Hipoteka politike e Shkodrës tashmë është hipotekë e punës. E atyre njerëzve që punojnë. E Benet Becit dhe sigurisht kësaj filozofie që ai ka mbjell kudo në qytet. Dakord, miqtë e mi.